Jupe di e jupe du, Kashpi dhe Peci janë këtu, dhe së bashku do të qeshim, gjëra të bukura do të ndeshim. 1, 2, 3, këtu jemi ne, jupe di dhe jupe de. Po. Ja ku jemi këtu. Ne dy më të bukurit. Kështu si të thuash kopje njëri tjetrit. Kur ke shok, jeton me gjatë. Megjithse gjysha nga njëherë thot se vetëm njëri prej nesh është shumë. Ajo thot kështu vetëm kur të bëhet nervoz me ne. Dhe kjo ndodh të paktën një herë në ditë. Kete drejt. Po, shiko. Ua, sa mirë. Shumë mirë. Edhe fëmijët janë këtu. Përshëndetje fëmijë. Mirëmbrëma. Fëmijë, a keni ardhur të gjithë? E dëgjove Peci sa bukur u përgjigjen? Shumë bukur. Po tani e kam radhën unë. Ti? Po. Mirëmbrëma fëmijë. Bravo fëmijë, bravo. Prit para se të thuash bravo. Çfarë të pres? Prit të them shprehjen time dhe fëmijët do e thon bashkë me mua. Mirë. Fëmijë, edhe ju do e thoni bashkë me Pecin? Po, dhe tani Peci vogël, çuçma, çuç është këtu sot me syush dhe dhuron për të vegjël dhe të mëdhenj shumë puthje. Shumë puthje. Bravo. Kashpi mos bërtit kështu. Të lutem i nderuar zoti Peci. Urdhëro. Unë nuk po bërtas, unë po shpreh entuziazmin tim, të lutem shumë. Mirë, pa di çfarë? Çfarë? Tani ti duhet të thuash fëmijëve se çfarë planesh kemi ne sot. Kete drejt. Fëmijë, sot kemi bërë plane sportive. Ashtu është sepse sot do të shkojmë të bëjmë not. Po, do bëjmë not. Dhe në fakt, not do bëj vetëm unë. Ç'do të thuash me not do bëj vetëm unë? Dua të them që vetëm unë di të notoj. Mos do të thuash që unë nuk di të notoj? Vet po e thua. Po si ore, fëmijë, kjo nuk është e vërtet. Unë notoj tamam si një... Si kur je prej plumbi. Nuk është e vërtet. E vërtet është. Nuk është e vërtet. Sa i lig që je. Ti nuk di të notosh. Gjyshja thot që ti noton sikur të jesh gur. Kur thot gjyshja... Kjo nuk është e vërtet. Është, si nuk është. A nuk je ti që kur futesh në ujë merr gjithnjë me vete një gomë noti? Kashpi, unë nuk kam nevojë për gomat e notit, po i marr me vete që të luaj me to. Po si ore, leri këtu. Kështu është e vërteta, Kashpi. Mirë. Shko tani dhe merr gjërat që na duhen. Ashtu do bëj. Si thua, tu tregojmë fëmijëve se si notojmë? Ha? Doni vërtet të na shihni si notojmë? Mirë, atëherë nisemi. Mirë, unë po marr shportën me tesha. Mire ke, se ajo i nxët të gjitha. Po, është kaq e madhe sa i nxët të gjitha, kështu. Sa e rënd që është. Ta vë këtu dhe të marrim rrobat. Dhe çfarë do marrim tjetër me vete? Rrobat e mia të banjës. Rrobat e tua të banjës? Po. Mirë, edhe unë do marr rrobat e mia të banjës. Dhe tani unë do marr peshqirin tim. Peshqirin e vetë thot, sikur vetëm ai ka peshqir. Edhe unë do marr peshqirin tim. Ja. Shiko. Peshqiri im është me ngjyrë blu. Bluja është më moderne. Po, dhe tani unë do marr mantelin tim. Mos ke gjë ndërmend të japësh shfaqje? Jo, po më duhet kur të dal nga uji. Unë nuk kam nevojë për mantelin e lamjes. Bëj edhe pa të. E mora dhe mantelin dhe tani më duhet dhe diçka tjetër. Çfarë? Litari. Litari? E pse të duhet litari? Sikur do shkojmë për alpinizëm, Fëmi, litari më duhet që të lidh me të Kashpin që kur të mbytet në ujë, unë ta nxjerr jashtë e ta shpëtoj. Si thua të lutem, po si ore, të më nxjerrësh mua? Unë nuk mbytem, por zhytem në ujë. Zhytesh dhe nuk mbytesh, Jo, unë futem në ujë që të shoh çfarë ka në të. Mirë, të më marrësh dhe mua atje në ujë? Po tani më duhet të marr diçka më të rëndësishme. Të rëndësishme, sa mirë bëri që iku dhe Kashpi, se edhe unë do marr me vete një gjë sekrete.
E shikoni? Ky fëmijë është peshku im. Ta vë këtu se para se të vish Kashpi. Para se të vi Kashpi. Erdha. Këto janë rrobat e banjës së gjyshës. Që kanë të reja? Po, sepse dhe gjysha do vi me vonë të bëj not. Vërtet? I morëm të gjitha. Tani, hajde, nisemi. Kashpi, po shporta është rënduar ca? Nuk ka problem. Nuk ka problem? Po, se nuk do ikim në këmbë, por me makinë. Vërtet? Po, fëmi, ne kemi një makinë fantastike. Doni të shihni? Vërtet? Po duhet të prisni pak sa të shkoj ta marr. Shportën do fusim në makinë. Mirë, Peci? Mirë. Po shkoj ta marr makinën. Ika one. Do e shihni fëmi, makina jonë është më e bukura që keni parë ndonjëherë. Erdha. Ja, kështu. Ta. E shihni? E si ju duket? Nuk është e bukur makina jonë? Një makinë mrekullueshme, e pat? Një makinë e mrekullueshme. Fëmi, kjo është makinë garash. Është ca e vjetër dhe është qarë në fund. Po, në rast nevoje, fusin këmbët në të qara dhe vrapojmë. Kot nuk është makinë garash. Dhe kur nuk punojnë frenat, ne frenojmë me këmbët tona. Dhe për fat, jemi me këpucë, ndryshe do dërmohen këmbët. Po Kashpi, është do gjë në rregull? Sigurisht, unë vendosa me duart e mia motorin në makinë. Vërtet? Po, sepse fëmi, puna është kështu. Kur vjen vjeshta, ja heq motorin në makinës dhe ja vë makinës qepse të gjyshes. Sepse ajo lodhet kur qep. Dhe kur vjen pranvera, motorin ja vë makinës. E she? Ja ta shohim. Shumë mirë e ke vendosur. Si gjithnjë, e she sa mirë dhe tani të nisemi. Ç'ke që bërtet? Nuk e pe që më vrave me kapakun? Po i fut hundet gjithandej. Po, se doja të shija është do gjë në rregull. E pse do të shohësh? Kur bëj diçka, ti e di se do gjë është në rregull dhe nuk e nevojë të shohësh edhe ti. Ja, do e shohësh vetë. Unë do ndes tani makinën dhe ju do e shihni vetë se si punon motori. Do shohim edhe ne. Madje me kujtes, po futem brenda dhe tani do shihni kështu. Dhe do ta ndezi motorin. Ta ndezi këtu, ha? Po. Sikur nuk e ka të mirë zhurmën Kashpi. Nuk më duket se e ka të mirë zhurmën, Ashtu them edhe unë. Po tani ç'do bëjmë? Që kemi të bëjmë, duhet të përpiqemi ne të dy. Aha, e kuptova, dhe kështu do ndizet thua? Sigurisht që të ndizet. Po, do ndizet se unë do e shty nga mbrapa, Secili duhet të bëj atë që mundet, pra ti shty makinën. Mirë, ja shkova. Fëmi, ju do na ndihmoni duke thënë horuk dhe ti Peci shty, mirë? Unë po futem në makinë. Horuk. Kashpi! E shini si punët e Kashpit. Ai me makinë, unë në këmbë. Dhe shporta mbeti këtu. Dhe kjo më mbeti mua ta marr. Fëmi, do vini dhe ju me mua? Mirë atëherë, nisemi, numërojmë deri në 3 dhe shkojmë. 1, 2, 3,